sot mbarë shqiptarët dhe komunitet ndërkombëtar pret nga ky parlament heqen me urgjencë të imunitetit të Edi Rams, në fakt, por në letra të Lubi Ballukut. Ju keni marrë një mision të pamundur. Këtë që po bëri ju se ka bërë kushkur. Ju po ndryshoni, jeni të gatshëm të ndryshoni ligje për të mbrojtur një hajdut që është damkosur parambar shqiptarve si hajduti kryesor në historinë e kombit dhe një nga më kryesor në historinë e Europës. Ai po u përdor ju si lolo, ai po u përdor ju jo si zar, por si kukulla të vërteta. Ai po u keq përdor ju në shkallën më ekstreme. Dhe ju që më shifni u kështu se me inat gjoja. Ja t'u them unë, se këta avokatrit e Lubis në sallë, kur ndodhen pa të huajve, e kyçin gojnë, nuk thonë një fjalë në mbrojtje të saj. Hajde t'jap regjistrimet po deshe. Nuk thonë një fjalë, kur rrinë si pula, kurse këtu ju nxisin ju drejt i krimit të vërtet, krimin vazhdim. Pa ja këta që u dalin para ju shtu. Pyesni pak, çfarë thanë dje e pa dje, çfarë thonë në pranimet tuaj? As një fjalë për Lubin. Përkundazi, u përshpërisin vesh se do ja heqim, do e bëjmë. Përfundoj koha, zotë Berisha. Përfundoj koha. E ke me të thënë se vetë nuk merr pjesë, fatkeqësisht. Zonja Zegjine Çavushi për replik.